Bota duhet të përgatitet thellësisht për ndryshimet që po vinë dhe ne duhet të bëjmë përpjekje maksimale për të mobilizuar të gjitha forcat tona, gjithçka që mund të përdorim për të pasur një përgjigje cilësore asaj që do të na ndodhë në të ardhmen e afërt, një ndryshim i madh në profilin e fuqisë punëtore, një val inovacionesh teknologjike, tha Antoni Peshef, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, e cila sot organizoi një konferencë ndërtimi i së ardhmes aftësi praktike për brezin e ri. И мислам дека сега е овој вистински момент да ги отвориме тие прашања. Што замераме? Замераме дека во Македонија имаме фабрикација на дипломи, многу малку знаење, ги повикуваме сите високообразовни институции да направат максимални напори, да го подигнат нивото на образованието како би можеле да одговараат на потребите на стопанството. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska bëri të ditur se deri në fund të muajit do të fillojë një debat publik mbi disa ligje që janë hartuar nga organi që Ministria e krijoi për reformat në arsimin e lartë. Theksoi se antarët e të njëjtit grup kanë punuar edhe në ligjin për Agjencinë për Inovacion, Zhvillim Shkencor dhe Teknologjik dhe Sipërmarrje, si dhe po punojnë në ligjin për programin arsimor Erasmus+. Потоа заедно со членови од Националниот совет работеа на законот за наука и истражување и конечно го сработивме и законот за квалитет во високото образование. Драфт верзиите се готови, поради изворите не сакавме да ги ставиме на енер или на јавна дискусија, затоа што можеше да се свати тоа како притисок. Веројатно до крајот на месецот, последните денови од овој месец, веќе ќе почнеме јавната расправа. Zëvendës ambasadorja e Zvicrës Mihail Harari tha se Zvicra është krenare që po e mbështet Maqedoninë e Veriut për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit. With Swiss support, the principles of partnership, relevance, hands-on training have proved to be successful in secondary education and now are also being applied on tertiary level. Ministria vendosi dialog me Odën Ekonomike të Maqedonisë dhe ambasadën e Zvicrës në kuadër të projektit Arsim për punësim në Maqedoni.